Qa kjo pun, asa herë takon a diçka do të me bleja? Shiko që ka thot Imam Ghazaliu. Thot, besimtari nuk bën që preokupimin e tij kryesor ta shndron se çka do të haset. Në mënyrë që barë ku thot të mos bëhet preokupimi i tij. E kjo pasaj ka me shtythë në dy gjëra. E para, ose ka me shty atë të fitoj prej të ndaluarës e të bëj haram, ose ka me shty atë të fitoj prej halalit e të nënçmohet. Pra, që ke lidhja njeriut me ngjendjen e mirë, mundet me shty njeriu drejt haramit, se masanej lidhet për stejpërmi me ta. Nëse s'keni harun derset e kalume, e kemi përmend ngjarjen kur Omeri radiallahu anhu e ka pa Xhabirin duke blimish. Edhe çai ka thonë, tha, ma hadha ja Xhabir, ç'a është kjo Xhabir? Ka thonë, mish, ishtahaytu fashtarayt. Mish thot, ma kajti edhe blim. Atëherë Omeri e godet me shkupin e tij. Thot, "Awa kullama ishtahaytu ishtarayt", dhe ç'a kjo punë, asa herë takon a diçka do të me bleja? Pra, nuk po thojnë atë që është haram, po që kjo lidhja jote me mishin, nëse vjen masanej koha kur dikur nuk i me pat me ble, masanej që kjo mundet me të shtyn haram. Se ti masanej dën me ble, po si ki rendet. Se ke përgatit vetën ka më herët, nuk e jetë zbath. Se ke provu njëherë që është me nejtë pa ta. Kjo që besimtari, pavarësisht mirësive që ja e Zoti, e sprovon vetën ka pak, e shtym vetën ka pak me nejtë edhe me jetë zbath, e shtym vetën ka pak me nejtë pa mish. Duhet me sforcu vetën. Andaj Omeri radiallahu anhu po tutet që kjo lidhja e madhe e Xhabirit me mishin ka me shtyt masanej Xhabirin që me shku drejt haram. Andaj vazhdon Imam Ghazaliu duke thënë, nëse njeriu ja plotson vetes së tij çdo nevojë, duke ngrënë çdo ushqim të shishëm, edhe duke dhënë çdo luks të dëshiruar, thot ka me vazhdu deri kur, thot hatta ya'lafa. Deri ai të mësohet me ta. Dikur njeriu mësohet me luksin, si a dëmre pa ta, ya'lafa i bjen i pajtohet zemra me ta. Ai arrin më me një gradë, sa që ai për të lukse standardi minimal. Nër të zbën. Thot Imam Ghazali kjo shumë e rrezikshme. Pse? Dhe t'ja ngurtson zemrën, edhe ja humb preokupimin për ahiret. Ja ngurtson thot zemrën e tij, edhe bën të harrohet ahireti i tij. E zgjidhja cila është? Zgjidhja është kjo, mu mësu me jetu pa ta. Pra, që kjo është zgjidhja për mu liru prej luksit që na kemi. Tjetra